mirësearit për gjithë. Hapi takimin e 286 me radhë të Këshillit Prokurorial të Kosovës. Nderuar anëtar të Këshillit Prokurorial të Kosovës, nderuar të pranishëm, para se me konstatu prezencën e anëtare, do t'ju njoftoj që dje unë kam marrë një, po edhe anëtar të tjerë të Këshillit kanë marrë një njoftim nga anëtari i Këshillit Prokurorial të Kosovës, zoti Milot Krasniqi, se do të mungoj në këtë mbledhje për arsye shëndetësore. Për mbajtjen e njoftimit e keni që të gjithë, andaj po konstatoj prezencën e anëtarëve të Këshillit. Në takim marrin pjesë 4 anëtarë të Këshillit. Duke u bazuar në nenin 13 të ligjit mbi Këshillin Prokurorial, plotësim ndryshimit të ligjit për Këshillin Prokurorial, për mbajtjen e takimit apo quorumit janë të nevojshëm 5 anëtarë. Andaj, duke marrë parasysh që prezenca është vetëm e 4 anëtarëve dhe nuk është plotësuar quorumi, me këtë dhe nuk ka kushte për të zhvilluar takimin. Për këtë arsye, edhe me këtë rast mbyll takimin e sotëm, kurse takimin e radhës në bashkëpunim apo me gjithë anëtarët e Këshillit, pas takimit përgatitor do të caktojmë takimin e ri dhe për këtë do të njoftoheni me ftesë zyrtare. Ju falenderit. Urdhani, po përshëndetje për të gjithë. Kemi mbyllur, po urdhani. Nderuar shtrues detyrë krye prokurori i qytetit, unë kërkoj që mbledhja e radhës të mbahet për ditën e hënë nga ora 11. Natyrisht që të bëhet koordinim edhe me kolegun Milot, urojmë që deri të hënën edhe ta merr veten. Faleminderit shumë. Kem parasysh, po siç ju thashë më herët, urojmë që kolegu anëtar i Këshillit të këndellët të bëjë më mirë dhe në bashkëpunim së bashku me gjithë anëtarët e Këshillit, ne do ta përgatisim mbledhjen e radhës. Ju falenderoj shumë. Ky takim mbyllet.